Përshëndetje anëtar të IT Shqip. Kjo video ka të bëjë me Windows 10. Do t'i shpjegoj vetëm gjërat e reja që i ofron Microsofti. Nuk do të hyj në detaj se çysh me punu me sistemin operativ, por vetëm gjërat e reja që janë ofruar Microsofti. Këtu janë disa pika që i kam përmend. Tash do t'i shpjegoj për secilën pak a shumë nga to. Dhe ma vonë në këtë video do flas për secilën më në detaje. Por para se me fillu të këto, dhe të ta përmeni që lëshimi për publik, available për këtë tregull, ka ndodhur me 29 korrik në 2015, do në këtë vit, edhe viti i parë është pa pagesë. Çfarë në kupton kjo viti i parë? Viti i parë në kupton që gjatë këtij viti, prej 29 korrik 2015 deri me 29 korrik vitin 2016, do të mundeni me e bë upgrade Windowsin 7, 8 ose 8.1 në Windows 10 pa pagesë. Edhe në momentin që e bëni upgrade, atëherë Windows 10 do të jetë i licencuar, sikur ta bleni që kushton diku $140, nuk e di saktë sa është çmimi. Pas këtij viti nuk keni mundësi me bë upgrade. Gjithashtu është shumë interesant, edhe është e vlefshme përmend që Windows upgrade në Windows 10 mundi me bë qoftë e patët Windowsin 7, 8, 8.1 të cracker, domthonë me crack, ose e patët me licencë valide. Në dy mundësit funksionon. E vetëm punë që jemi të me bë është me bë download, me bë upgrade edhe me vazhdu punën me ta. Pika që i kom përmend në introduction, por është si hyrje, do përmeni pak a shumë Windows 10 që ofron, në pika të shkurta. Pastaj do flas për eksperiencën e userëve, do pamjen e që është shfrytëzuesi kur punon, apo ndryshe quhet edhe GUI, që është kërtesë për Graphical User Interface. Edhe keni me pa që ka dallim me Windows 7, ka një ndryshim drastik, që muna me qujt për disa raste më mirë, për disa raste është më e keqe, do ta shohim në vazhdim të kësaj video. Pastaj do flasim për instalimin dhe deploying. Deploying është instalimi i sistemit operativ automatik, duke përdorur imazhe përmes rrjetës, përmes DVD-s ose përmes USB-s. Pastaj do flas për siguri, që ka ofruar gjëra të reja në siguri, që është diçka shumë përparimtare në krahasim që ka qenë Windows sistemet operative më herët. Pastaj do flash për aplikacionet, se i kanë bërë disa ndryshime edhe këto. Gjithashtu për Windows Store. Windows Store është në market, është tregu, që ofron aplikacionet për me instalu. Është e njëjta identik jo, po ti funksione ka sikur Play Store që ofrohet për Android, edhe nëse s'gaboj Apple Store i thojnë për kompaninë Apple për iPhone edhe iPad. Pastaj do flas për shfletuesin e ri, web browsing, që e kanë bërë një hap shumë të madh në zhvillimin e një browseri të ri, një shfletuesi të ri, i cili është shumë i shpejtë dhe shumë i mirë krahasim me shfletuesat Internet Explorer që kanë qenë përdorur në sistemet operative më herët. Edhe pse Internet Explorer përdoret edhe këtu, të regojnë këtë pjesë të videos, se përdoret edhe Internet Explorer edhe në veç, gjithashtu edhe Microsoft Edge. Pastaj do flas për networking, disa çështje të sigurisë, disa features të reja që mund me qenë shumë të mira, por mund me qenë edhe shumë të rrezikshme. Për shembull, njëra është veç të simplificuar të përmeni, është në momentin që kyqesh në wireless, me çfarë do pajisje, mundi me bësh share në pajisje të tjera, që nuk është në rregull nëse je në kompani, edhe kyqesh në rrjetën e mbrëmshme ku hin veç punëtorët, jo klientat, edhe e bën share ato me tjerë, mund të kanë dikush të bëj sniffing, e ka paketën edhe mund të më gjet passwordin, më kyq në rrjetën e bë çfarë tu dome. Pastaj do flas për virtualizim, këtë e ka folur Windows 8. Por do shpjegoj këtu çu instalohet, çu mundi instalu Hyper-V client, hypervisor, edhe me kriju makina virtuale me to. Thjesht me mujt me testu kush dëshiron me mësu sisteme operative, me instalu, me përdor imazha, me bë troubleshooting, ose me përdor aplikacione më të vjetra që nuk përkrahen në Windows 10. Pastaj do flas për backup and recovery. Backup është me rujt shënime, në bëni kopje rezervë, ndërsa recovery është me kthy shënime në rast të aksidenti që i fshini ose dëmtohet sistemi operativ. I ka disa feature shumë të reja, edhe shumë të mira. Njëna prej tyre është nuk ke nevojë me reinstalu sistemin operativ të përdor DVD ose CD, po thjesht me një klik, me një buton, mundet mu instalu vetveti sistemin operativ. Kjo është shumë e mirë për ata që nuk kanë shumë njohuri. E mësojnë këtë trik muna me thonë.
këtë opcion, edhe veç i ruajnë shënimet, e klikojnë atë, presin edhe kryet rinstalimi i sistemit operativ, kthehet prej zero, pastaj veç instalojnë një aplikacion pa pagesë, që janë antivirus pa pagesë, edhe gjithçka është në rregull, s'ka nevojë me çuhesh te teknikat që të mirën me rregullimin e kompjuterave. Edhe video e fundit që nuk do flas shumë, por to veç pika të shkurta, është për telefonat dhe tabletat, Windows 10 se çka ofron njërin dhe çka ofron tjetrën. Nga kjo video po e shihni që Windows 10 nuk është një sistem operativ i njëjtë me sistemet operativ më të hershëm, që e kena prit veç desktop PC, veç në desktop ose në laptop në punu. Këto ofrohen shumë pajisje ma shumë se sa që ofru ma heret. E para për shembull është Microsoft Surface, që është një lloj, mund të thonë, hibrid mes laptop dhe tablet, që është nuk është prodhuar Microsofti, por pra Microsofti është si owner, si pronari i saj. Pastaj është HoloLens, janë syza, ndoshta janë ngjashme me Google Glasses, edhe pse Google Glasses dështuan, po këto që i kanë përmend kanë me bërë revolucion. Është një video në YouTube, nuk e di, nëse nuk gaboj është Windows 10 New Features HoloLens diçka, edhe tregon se çish mundem të përdor këto për diçka mahnitse, i postën shumë mund të përdor. Pastaj është mundësia për në Xbox. Është e vërtetë edhe Xboxi e ka Windows 10-shin. Normal, nuk është i njëjti, po prapavia kode, ajo engine është e njëjta në secilën. Pastaj ki desktop, laptop, tablet 10 inch për shembull ose 12 inch, tablet më i vogël 7 inch, 8 inch, pastaj ki smartphone-a, edhe pjesa tjetër nëse nuk gaboj, po më duket që është Raspberry Pi. Është një ndofar pllaka të vogla, ku mush me kodun to, me qitë sistem operativ, edhe me shfrytzu e ka një port rjetit, një USB, disa e kanë ka një PS2 që mu lidh tastaturë me unë sa ma ditër, po ato veç modelet e vjetë, tash modelet e reja po janë këtë USB, me mujtë me instalu Windows 10 edhe mujtë me shfrytzu por me pajis, që po di, për access control dhe si diçka tjetër. Që do mënë që Windows 10 është shumë ma i rejtë me sistemet operative tjera, ku mund të instalu dhe në këto që është pa GHz ka, nështë 1 GHz ma shumë nuk mund të pas performanca. Ok, haret vazhdojna me pjesën tjetër të slajdit. Këtë slajd do flasim një hyrje për Windows 10. Prej shumë kohësh IT-t menzi kanë prit me dalin sistemi i ri operativ, për arsye të ndryshme, njëra prej tyre është edhe opcionet e reja që i ka ofru, ju ka lecu punën shumë, shfrytzuesve edhe shumë gjëra tjera. Edhe migrimi nga një sistem operativ i vjetër në sistem operativ të ri të klientat, po flas në për kompani, ka qenë migrimi shumë i ngadalshëm edhe shumë ka qenë i dhëmshëm. Arsyeja vetëm është që kanë pas shumë kompjutera, kanë pas aplikacione të ndryshme, edhe është dashur mi testu secilën për shkak të kompatibilitetit me çyra ku funksionon sistemi i ri operativ, është dashur me testu opsione të ndryshme në aplikacione për shembull të kompanive të cilat kanë pas sistemin operativ të ri, edhe kjo ka zgjat me muaj, ndoshta edhe me vite. Edhe çdo herë IT-t kanë nguru me kalu për një sistemi operativ në sistemin tjetër, për arsye se shëtësita më herë domon koha për sa kohë mundet më kry kjo ka qenë shumë e gjatë edhe ka qenë shumë ngarkesë, për arsye se do të kohën me testua po funksionon ajo, me qyra po më mirë me thonë është gjithçka në rregull. Edhe pse për Windows 10 ja vlen me shqyrtu rastin se a dojmë me kalu Windows 10 ajo, për arsye se ofron shumë gjana të reja edhe shumë gjana të mira. Disa për tyre i kam cek këto, e para është që gjithçka është e ri në Windows 10, të e përfshi eksperiencën e usera, platformën e aplikacioneve, disa veçori të sigurisë, vegla për menaxhim të sistemit operativ të reja. Edhe njëra që ka bërë revolucion është continuous improvement, që domthon vazhdimësia e përmirësimeve. Çka nuk kupton kjo, Microsofti çdo herë në sistemet operative të vjetra, kur ka pas një opcion të ri për shembull Windows 7 ose Windows 8, çdo herë ka prit me dalë Service Pack nesh ose Service Pack 2 nëse ka ekzistuar nishi, ose release 1, release 2, release 3, në varet cila ka qenë dhe cila ka në ardhmja, për me mujtë me lëshu një opcion të ri. Ndërsa në Windows 10, Microsofti ka thonë që çdo opcion i ri që del, momentin që testohet edhe është i gatshëm për publik, ai ka mulçu përmes update-ave. Nuk ka pas nevojë me prit, me ka 6 muaj, 8 muaj, ndoshta edhe 1 vjet, për me mujtë me marrë një opcion të ri. Një tjetër është evolucioni i eksperiencës të userave. Unë e kam një Windows 10 të instaluar, njëna prej tyre që ka ndryshuar dramatikisht është starti.
fillimisht ka qenë starti, Windows 8 u kthy Metro, Windows 8.1 prap u kthy starti vjetër, ndërsa në Windows 10 përshihen dyjat, aplikacionet që përdoren më shpeshti, diçka si gadgets mund mi thonë, cilat ofrojnë për shembull temperaturën në qytetin ku jeton, emaillat nëse keni emaillat të reja me që të kanë ardhur, ose edhe shumë gjëra tjera mundi me vendos, gjithashtu aplikacionet dhe litja pak më e mirë. Shpeshini dhe këto mundi me lujt me njënën tjetër me andru venet, e njëta sikur me Microsoft Surface nëse ka pas dikush. Pastaj user account synchronization, do të thonë sinkronizimi i user accounts. Kjo nënkupton që në Windows 7, për shembull, keni mujt mu logu me user lokal. Windows 8 dhe 8.1 kanë jap mundësinë mu logu edhe me Microsoft account, do të thonë Hotmail. Ndërsa Windows 10 që ta ofron fillimisht Hotmail account, që unë jam logu veç me to. Edhe nëse shkon te kjo Secure Settings, unë jam logu me emailin tim, edhe kjo është e logume me accountet Microsoftit. Në momentin që logohesh me këto, ki mundësi me sinkronizu informata që gjenden në kompjuter. Kjo është me aktivizu on ose off. Pjesa tjetër është me aktivizu për me sinkronizu theme. Theme është që ke guje. Nëse mos do më andru ngjyrën, dikush janë të fiksu mas me thonë nditës të ikonave, wallpaper, ngjyrës, forma të ikona, plot gjëra tjera. Pastaj konfiguracionet e browserat, që i përfshin favorites, momentin që është në favorites, do me pas dika tjetër, passworda, preferencat gjuhë, do në çfarë gjuhë këtë instalume për tastaturë ose gjuhë guj, më po nëse lëvizin nga një vend tjetër në shumë gjëra tjera. Momentin që logohem në një kompjuter tjetër, me të njëjtin user, automatikisht çto sinkronizohen. Këto sinkronizohen për arsye se momentin që logohesh me Hotmail, që ky user integrohet edhe me cloud, që e ka Microsoft OneDrive, edhe këto informata ruhen edhe atje, në momentin që në kompjuterin tjetër, atëherë automatikisht këto edhe sinkronizohen. Apps, tek aplikacionet do flasin pak ma vonë në slajde të tjera. Aplikacionet shumica thuj se funksionojnë, po ashtu ka mundësi mu bë kompatibiliteti tyne, që mujtë mu shfrytzuar për sisteme më të vjetra. Okej, a mund me qit? Jo, s'mile me qit. Ajo po, okej. Okej, viste shë, ku ka qenë? Okej, si duket e ka një opcion tjetër, anë shtatë 2003 që nuk mblen, e ka një mundësin që mujtë me ranirat sistemet më të vjetra operative. Gjithashtu, aplikacionet që jelen full screen, që jelen më herë, gjithashtu e kanë edhe side to side, komplet monitorin të amblen e aplikacion, si në formë tableti. Pastaj është Windows Edge Browser, është fletuesi i Microsoftit i rio. Kjo është kë. Unë e prej që kom instaluar ka shfrytëzoj veç këto. Arsyeja vetëm është që shumë i thjesht, shumë i lehtë edhe shumë më i mirë sa Internet Explorer, që ka qenë sistemet operative më të vjetra. Normal, është edhe Firefox dikur që është mësuar me të mund të punu, por dhe kjo është shumë e mirë. Një dallim, do flas për këto një slide tjetër, më në detaje, një dallim është që në momentin që bën diçka kërkim, për shembull IT shqip, automatikisht e shfrytëzon Bing, jo Google. Gjithashtu, search poshtë IT shqip, ta qelë të prapë e shfrytëzon Bing. Kjo mund të më konsideru si një sulm ndaj Google, për arsye se kur do që instalon këto, priton me qelë Internet Explorerin, me shku Google, me gjithë në informatë që apo donë, mund të me shujt për shembull Prishtina, edhe automatikisht ta gjenë në Bing. Që do të që Bing mund të me konë më i shfrytzueshëm se sa Google në momentin që kalojnë shumica e shfrytzuesve në botë në Windows 10. Pastaj janë disa siguri që i ka ofruar në Microsofti. Njona për tyne, IT zakonisht kanë njëna të fiksu ma sigurisë, edhe çdo herë shikojnë sistemet operative se çfarë siguri është ofruar, që me pas ma të lehtë
mbrojtjen nga sulmet e jashtme. Disa prej tyne për autentikimin. Për shembull është njëra është Windows Hello thirrë, e cila ofron autentikimin biometrik, tu e përfshi skenimin e fytyrës, me ta njohë fytyrën ai ti ajo, pastaj skenimin e synit, fingerprint, në shenjat e kisha që shumica laptopave që janë pikhan. Këto janë për me ta hap kompjuterin, do mujt më logu. Për gjitha këto duhet me pas një kamerë që është me infrared, që është Xboxi që e përtor Kinect sensor, e ka ajo kamera e vetë e Xboxit, por me mujt me, për shembull për fytyrë, me mujt me detektu sakt fytyrën, mos me mujt me bë spoofing, me aqit bë për shembull kamerës me aqit në fotografi dikujt një personin, edhe në bas fotografisë me mujt me qela diçka tjetër. Pastaj ka disa përmirësime tjera, për shembull që kanë qenë më herët është Windows Defender, që i cili në vizurit e mëhershme ka pas një anti-spyware, një engine, një punë tina kon shumë e limitume, ndërsa Windows 10, Windows 8 e tenalt, me thonë dhe Windows 10, kjo është shumë e zhvillume, shumë e mirë, shfrytëzon ma pak resurse, edhe mbrojtjen e ka shumë atë mirë. Që kjo është Windows Defender, mosh mi thonë lirisht që njohëm më si Security Essential, po tash e kanë lënë edhe emrin Windows Defender. Pastaj është një opcion tjetër Windows Smart Screen, e cila është aktiv gjatë gjithë kohës, në momentin që useri provon me instalu diçka, fillimisht aplikacioni dhe kodi që do mora një radhë, kontrollohet, bëhet check për Microsoft për sistemit operativ, që mi ndalu usera me mujt me ekzekutu software ose pjesë të kodit që janë dëmshme për sistemin operativ, si që janë malware, me aktivizu ndaj antivirus, me bë download në file i cili është dashaket dhe mund me ta dëmtu sistemin operativ. Pastaj deployment and manageability, për se cilën shumicën e këtyre janë slide dhe veçantë, për sa i kum lanë me fol pak më vonë më detaje. Tek deployment and manageability, deployment është instalimi i sistemit operativ të ma shumë kompjutera nga për kompani, deployment i Windows 10 me një kompani është shumë më i shpejtë sa Windows 7. Tu i falendru disa veçorive treja që janë fillimisht kanë dalë në Windows 8.1. Edhe kjo mundësi që ofron shpejtësi më të mirë të instalimit të këtyne, ofron një përparësi edhe ju mundëson IT-ve me pas ma let instalimin e sistemit operativ. Jo që kanë qenë Windows 7 që përmena me ka ndodhë shumë nga dalë, edhe të kjo ndodhë shumë nga dalë, po instalimi ti bëhet shumë njërë ma të shpejt. Gjitha dhe mundësia është e upgrade-it, edhe gjithashtu licencimi, që më haru me përmena me herët, edhe licencimi është një veçori shumë kritike, për arsye se kompani që du të me pas me licencë, jo çdo herë menaxhmenti jep pare për mujt me bli sisteme operative të reja. Që do të thonë që IT-ja do të mu, që thoi internet do të mu harnu me çdo sisteme operative që i kanë dhe jo me kalon të reja, dhe mi shfrytzu veçoritë, siguritë, opsionet e reja që i ofrojnë edhe që i mundsojnë edhe sistemet operative të më të reja. Ndërsa e fundit është virtualizimi. Te virtualizimi Windows 10 që është Windows 8 e përkron një klient Hyper-V, domethënë hypervisor, i cili mundson instalimin e sistemeve operative tjera për mujt me testu. Unë e këtove që kom instalu, do flasim pak ma vonë për këtë opcion. Qyra ma gjenë qëtë. Jo. Që, control panel. është dhe control panel, do i flasim pak në video tjerë, në slide tjerë. Administrative tools, edhe e kena ok, jo këtu se pas në instalu. Ok, pelo është në një slide tjetër ka fundi që përmen virtualizimin, kështu që du me të regu aty shumë instalu. është sikur VMware Player, mundi me instalu sisteme operative, edhe mundi me shfrytzu që mund me bë testimet ndryshme. Ose nëse keni një aplikacion që nuk funksionon në Windows 10, atëherë mundi me instalu një sistem operativ pak më tjetër, edhe mundi me shfrytzu që atë për me hap aplikacionin dhe me kry punë caktuar me juve. Vazhdojmë në slide-in tjetër. Okej, ky slide ka të bëjë me eksperiencën e userave,
pamjes të GUI Graphical User Interface. Çfarë eksperiencë kanë pas userat ose shfrytzues më mirë me thonë kur ta përdorin Windows 10. Shumë për juve që i keni pas Windows 7 ose Windows 8, Windows 8.1, nëse jeni mësu shumë to, keni analizuar shumë që shumë me po customize donë shumë me rregullu opsionet sipas nevojës ju, edhe keni me kalu Windows 10, keni me pas pak problem deri ta adaptonin Windows 10 me don features veçoritë e reja që ofrohen. Gjithashtu më mësu mi largu disa mësim ose disa opsione që e keni pas sistemet operative kalume. Për arsye se mund të pas dallim, disa janë shtu, disa janë hek, edhe mund me ditë ku me gjetë një opcion që është nështë ta punën njëjtë e kryen, po e ka me një emër tjetër ose në event tjetër me kliku. Në qëtë video i kom përmend disa pika që ka të bëj me eksperiencën e userave, kom e full pak për startin, settings, për notification center, një me pa që ka është, virtual desktops që është, Cortana, që është ajo asistentja personale në Windows 10, pastaj kam e full pak për tablet mode, File Explorer, që është ndryshuar emri nga Windows Explorer, gjithashtu edhe cloud. Nga fotoja po shihet që starti është ndryshe, që kjo është Cortana, që të pyet me ndëru, edhe settings, una me thonë si like control panel, që ka qenë në Windows 7, 8 edhe 8.1, që është ndryshu, të ju adaptu për touchscreen. Ale të qelim. Ok. Në Windows 10, fillimisht patëm për startin. Starti është, butoni është sikur 8.1, veç ekstra që e ka dhe qitë pjesën, që e spjeguva dhe në prezentimin ma heret pak që ke për introduction dhe për hyrje. Useri me cilin një logu, mosh me bo sign out, mosh me bo log, ose me ndryshu settings atë qëri userit. Aplikacionit që janë hapës më ram të herë, default që janë File Explorer, do flasë për të, settings, power, të muna veç disconnect pra arsye si jam lidh me remote desktop, po ndryshe kishim me pas është shutdown, sleep edhe restart, edhe gjithashtu aplikacionet, të tha aplikacionet që janë të instalume, për përshime shkronja. Pjesa tjetër është si gadgets, Windows 7 dhe Windows 8 ka qenë, për shembull temperaturën në Prishtinë momentale sa është, fotografit nëse mush mu qas, emaila që më kanë orë 2 emaila, për shembull të hapëm. Ky mail klienti, që ka qenë Outlook Express, ose nuk e di që është, nuk më kujtohet saktë që është, që ka qenë ma heret. Ok, që kom instalu Office 365 që në kom testu që po funksionan. është tuj se i thjesht edhe i mirë më punu sidomos edhe për touchscreen. Për shembull një email nëse dani me dërgu, ku domthon kujt më dërgu titullin, që send, discard, options nëse dani me ndryshu gjuhën ose spelling me kontrollu ose diçka tjetër. Që është send receive, me pranu dhe me dërgu email, nëse kam vetë një outbox. Sa për këtë start, diçka tjetër për shembull temperatura në Prishtinë ose në event tjetër, hapet weather aplikacioni, që kanë shumica prej tabletave, tregon temperaturën momentale, sa është do senin trupi njërit për shkak lagështisë, era sa është, shtypja e ajrit, dukshmëria, lagështia, këtë informata që avy, gjithashtu edhe përshini një graf ku tregon pikën më të lartë temperaturës në sa ora mundet mu arrit, ose në detaje për se cilin orë, çfarë temperaturë është, sa është era, ka cila pjesë fryn, shumë informata tjera. Që kjo është Maps, unë s'kom bo halo download, që ta afron me bo për arsye lokacionit mund me bo download Maps, edhe e shfrytëzon si navigacion. Ose temperatura në gjatë vitit në Prishtinë, cila pika me nalë gushti ka temperaturën më të nalë, ndërsa ajo me ulta si duket është vjetori, në gjatë këtij viti. Që kjo është sa i përket startit. Nëse doni që ka qenë right click me po desktopin, nëse keni shumë tytarit qelne, shutdown ose me bo prapë muna se është remote desktop, run me qelë, search, file explorer, control panelin, që ka qenë më heret nëse doni me punu diçka tjetër, që ju vyn që ka qenë më heret,
task managerin, command promptin me admin dhe pa admin me qel, computer management, disk management, menaxhimin e diskeve, me menaxhu rrjetën, pajisjet, non-chain të device manager, system me hap properties me kompjuterit, event viewer, power options edhe programs and features. Për shembull, system hapet properties me kompjuterit, edhe tregon a është i aktivizuar, çka ka të instaluar, çfarë performanca ka, një që ka qenë në Windows 10 dhe Windows 8. Pjesa tjetër është settings. Në vend të control panelit është ofruar që kjo opcioni settings. Butonat janë më të mëdhenj për arsye të touchscreenit. Kemi mundësi me ndryshu, me rregullu sistemin, pajisjet që janë të lidhta, rrjetën, me rregullu GUI-n, pamjen e çfarë duket desktopi, me menaxhu me usera, kohën, gjuhën, easy to access janë për personat që kanë aftësi të kufizuara, për shembull nuk shohin mirë, nuk ndëgjojnë mirë, kanë lëvizje durve më të ngadalshme ose më të shpejta, përgjithësi me privacy që ka të bëjë lokacioni, siguria e sistemit operativ edhe me update-a. A shkojnë të fundit update-a për shembull, tregon Windows Update kur është kontrollu herën e mramët, Windows Defender, a është i aktivizuar, a është i aktivizuar edhe për cloud-based. Cloud-based është, do flas pak, është në fund kjo për OneDrive, që mund me skenuar dhe aty. Sample submission është nëse gjeni informatë që është si lloj e konsideron si virus, mundesh me ia dërgu Microsoftit, ai e merr kodin e analizon, nëse është konsiderohet si virus, atëherë e lëshon në update-in e ashëm të këtë shfrytëzuesi e kanë. Exclusion ose nëse kina i folder që nuk do me skenu, që me të pas në i exe që e din të vete, për shembull vete këtë programu, nuk ka virus, po antivirusit ta një si false positive, do një si kisha është virus. Verzioni, update-a, anti-spyware, antivirusit, verzioni engine-ës që përdoret, i anti-malware-it, që po shihet që gjitha mundësitë që ofrojnë antivirusat tjerë i kia në Windows Defender. Kështu që ja vlen me pas veç këto ose mundi me përdorë dhe në tjetër. Edhe use Windows Defender është me hap, ku mundi me po update historinë, nëse doni me bë që është më në detaja, keni shtinaj në karantina e aplikaciona jo, edhe settings se dëshani me ndryshu janë qëto. Backup edhe recovery, këto nuk po du mi fol, këta mi fol në slide atjer. Activation e me këshyra është i aktivizuar, edhe që kjo është me aktivizu për developers. Nuk e këmë këshyrë qëka është, me siguri ofron në i farë lloj compileri ose diçka pa instaluar Visual Studio, por nuk këmë këshyrë qëka është në detaje. Te userat, useri me cilën një logu, me menaxhu në user tjetër, sign-in options, kur me kërku për mu logu, passwordi, ose informata tjera, work access, që me kriju VPN-a, family and others, mush me bo family members, dhe me shtu usera tjerë, ose usera që vinë musafer ose diçka, edhe mos me pas mundësi me pas qasje në foldera se fajla, për shembull në diskun D ose diçka tjetër, edhe sync settings që përmena dhe më herët, ka të bëj me sinkronizimin mes userave, për shembull në finalgashi@hotmail.com, nëse logona me të njëjtin user me një kompjuter tjetër, atëherë që kjo wallpaper, që kjo theme, favorites që i këmru në browser, passwordat për shembull wireless-at komplet të ruhen, kalojnë në tjetrin, preferencat e gjuhëve nëse kum bë easy access, nëse kum për shembull kom të meta ose diçka, edhe kum aktivizu me ndar shunjat më të mëdha se kontrasti me ekranin e madh ose shumë gjëra tjera, ato automatikisht replikohen, ose sinkronizohen me pajisjen tjetër qoftë laptop ose tablet, edhe mundesh me pas atë ndjenësinë shfrytëzuesi që është ka punën në njëjtin kompjuter, pa marrë parasysh nëse në vendin e punës ose diçka tjetër. Këtu nuk do të hyjnë detaje për secilën që më fol, që është çdo sistem, për shembull apps and features, edhe i cilën dalin gjitha aplikacionet, merr pa kodit i dalin gjitha aplikacionet ku ki mundësi edhe mi fshivesh nëse dan. Që e kom instalu si loj, që do muzikë të tahore dhe që kom bërë normal me këshu që është. Këto e kom instalu prej Microsoft Store-it. Që është që këtë ka loj shumë të mira. Loj të thjeshta po interesant që janë atraktive. Edhe mundi me fshi në aplikacion për shembull qëto, klikan uninstall, edhe ke filla më fshi, bat refresh edhe hik. Nuk do të hyjë në detaje me spjegu për secilën se çka bën, se është kjo video me të spjegu ç'është me punu, por është me kallëzu features të reja që kanë ofru.
ose nëse nuk dinë në cilin vend është, e dim për shembull activation do me gjetë. Edhe që ku ki activation, qet edhe shë është aktivizuar, ose në informatit që nuk kujtohet, e dim që paka shumë emnin për shembull VPN, s'din ku është, e kime rregullu VPN-in, ose informata tjera në përgjithësi. Mas kësaj ke notification center. Ok, notification center është kjo pjesa poshtë. Update atje në instalu, e bëj remove që mos më ndalë, del çdo herë nëse antivirusi nuk është bë update, në për një kod gat, del që du të me bë update, dalë një formata se ka pas në error ose diçka. Thjesht është një action center, në një vend qendror ku të notifikon Windows-i nëse ka diçka problem. Gjithashtu i ki informata disa për touch screen që mund të më përdor më shumëti, për shembull all settings është prap settings. Opsioni tjetër që kjo collapse është me zvogëlu ato kryesore, e ki note, që ta hap office note ose OneNote, ku mush me rujt si lloj ditari vogël, connect, që kjo për mu lidh nëse ki ndaj VPN ose diçka. Tablet mode, që kjo është shumë interesant. Tablet mode, nëse aktivizon, atëherë aktivizohet ky kompjuter në formë tablet. Ju shpeshin këtu ku janë sikur në tablet mode që janë. Që kjo home, ose search me bot që kjo është back, që kjo start, më qelë që kjo është, mundin me qitë dritare tjera, e qelë Microsoft Edge, qelet Edge, e qelet full screen, starti për kjo pjesa poshtë prapër sikur që momentin që e mbyllë dhe këto, prapë të këthejnë në fillim, që kjo është tablet mode, këto mundin me aktivizu të settings, veç të shë, devices, nuk e qëtu, që tablet mode, qëre ku e ki. A do me bo remember që dhe në përdur të rondë nëse restartuat kompjuteri, atër prap këthejt tablet mode, këto e aktivizoni veç nëse keni Microsoft Surface, dhe doni me aktivizu çdo herë qështu, jo me dalë start e ikonat, po me dalë veç qështu, atër mundi me aktivizu qëto, off, e bon on edhe bon remember qëto që mu e mujtë mu këthy prap në tablet mode. Location, që ke të regon lokacionin, që shfrytëzohet edhe për qëto, gjithashtu edhe për hartat, që i përmena pak ma heret. Quiet hours, që ke nuk më kujtohet që ka qenë, është në laptop del një brightness, është me 1%, në momentin që e klikon të akte 25%, 50%, 75%, 100%, dritën e monitorit që më të hargju për shembull bateri. Një tjetër që është airplane mode, në momentin që aktivizon të ndalë kejt në wireless me krejt, për shembull kur ti në aeroplan të udhëtu ose diçka tjetër, e ki VPN dhe battery saver nëse veç i në bateri. Edhe VPN është mu lidh nëse ki të konfigurum në VPN me mujtë mu lidh, dhe ki VPN veç klikon edhe connect. Që kjo është saj përket notification center. Pasojna është virtual desktops. Hajde të hapëm një aplikacion. Hajde të qilme edhe disk management. Ok. Në momentin që klikon që kjo si lloj task view, që mujtë me mbyll aplikacionet. Që edhe qëto për shembull, klikon task view, automatikisht e ki në Microsoft Edge mush me mbyll. S'ke nevojë me hap task managerin, edhe me shku me gjithë procesin me bë kill, po mundi direkt i shtuit. Gjithashtu, ana shpeshni që është new desktop. New desktop në momentin që i klikon, automatikisht klikon dy desktopa. Desktopi parë është që ku ki aplikacionet. Nëse klikon këtu prap, desktopi dytë është i zbraz. Kjo nëse i të punu në 2-3 aplikacionet ndryshme, edhe s'po do në të hap tankohen këtu, në qëto e qelë bën browsing në internet, nërsa këtë tjetëri një të punu i e lidh me nëjë server, ose thjesht tu menagju sistemin operativ, edhe mush me punu pavarësisht njëna për tjetër. Nëse dhe në qëto me kalun dytën, e ban me mouse, edhe lëshën desktopin e dytë, edhe automatikisht në desktopin e dytë hapet edhe kjo. Ose për me mbyll desktopin, kejt mbyllet që kjo. Edhe aplikacionet që ajen në njënin, që ka për shembull desktopin e dytë, automatikisht i gjunën të parin që është default. Pas kësaj në është Cortana. Cortana e përmena që qëtu. Këtë kompjuter nuk kam kartel zonit heq, që mujt me lidh mikrofoni me mujt me testu. Thjesht e hap, e qelë të me zo edhe mush me pyt. Shamull,
what the weather today in Prishtina ose edhe të tregon. E thot edhe me za edhe ta qet informatën që shqeti shto. Temperatura sa është? Po këto do të me hime ndryshu, por e mujtë me bo qytetin cilin po do me lanë. Gjithashtu alarmet, vë ik një mas 20 minuta a jetë për flajtë ose diqka, mush me lanë laptopa, plasë ose tableta. Dictionary nëse ki të shkrum diqka për financa, do në sa është exchange rate, sa është kursi valutorin mes euro, dollar, euro, franga, dollar kanadez. Edhe nëse ki diçka tjetër për shembull dy në alarmin e konfiguru. E hap. Që është alarmi është off, e aktivizon. Hen edhe ndryshon sa ora, po do më shembull në 7, po du në 10 e 2 minuta ma mbrëmje. Edhe ndryshohet. Nëse nuk e bona save, po nuk mund të ndryshu. Edhe emrin e alarmit që po don. Ose mundsh me hap çto, edhe me thon set up an alarm in 7 o'clock in the morning. Dhe automatikisht ta bën add një alarm, kjo personal assistant që është. Që kjo është Cortana, që është një diçka shumë e mirë, sidomos kur të bën customize me informata, news dhe këse në momentin që qosh e hap laptopin më mëngjes, automatikisht e qel kujt i qet lajme që të interesojnë ty më shumë. Nëse je fancy football, në sportin përgjithësi, qet shumë lajme që janë më të njohur për sport. Nëse je kompjutera, këtë çka ka zhvillimet kompjuterave. Ta qet kohën, po më nej motin, plot informata tjera. Por diçka shumë e mirë për ata që e shfrytëzojnë për shembull personal laptopin. E mira e kësaj është që kur të konfiguron në telefon mund të bëj sinkronizimin mes kësaj edhe të telefonit. Edhe veç në vend i konfiguron informatët automatikisht dalin në tjetrin. Në momentin që e telefonin aktivizon për shembull se ki Windows 10 ose në tablet, më një herë dalin informata çka ke konfiguruar në këto. Tablet mode përmena File Explorer dhe Cloud. File Explorer është ndryshuar emri nga Windows Explorer. Shkojmë te Pictures. Okej, këtu s'kam Pictures heq, po jo. Okej, hajde vetë. Okej. Momentin që e klikon, i shdosh me ta bë default preview dhe çto. Gjithashtu opsionet për shembull te view keni mundësi, kjo nuk shihet ekstensioni me pa extension, një shtu s'ke nevojë me hit properties çka që në Windows 7, kjo edhe në 8 çka është mundësia hidden files me pa formën e on view me ndryshu, me menaxhu me hap si slideshow për shembull fotografit, me qit si background image, me rrotullu nëse ki fotografi të ju fotografu në mënyrë drejt, me bën zip, automatikisht e bën zip, me dërgu me email, automatikisht e bën attach një email ta dërgon, nëse është sharing me pa sharing, edhe advanced security nëse do me himi ndryshu drejtat për këtë file caktuar. File Explorer nuk ka ndryshu diçka për posamnin, ka disa opsione shtesë, po jo diçka që është krejt ndryshe nga sistemet operative ma djeta. Që kjo që është e mirë është copy path, në momentin që e klikon, edhe shkon e qet qëtu, ta komplon komplet pathin se ku është file. Unë zakonisht në sistemet operative ma djeta është kësha këto, security edhe që kjo. Kur vi me hap me bane opcion diçka drejta ose diçka. Tarve që zgjidh copy path dhe automatikisht në clipboard e ki pathin e qëti file. Edhe fundit ke cloud, shkojmë te settings, tash që kështu nëse zgaba jashtë. Jo, ishte shok. Ok, që këtë kuka. Që është Windows Defender, po. Që ku është cloud. Mush me hap, mush me bo sinkronizimin e folderave të po donë me i sinkronizu. Kjo për flasë për se në non-drive nuk kam kur fashënime. Fajla që janë këto me mi sinkronizu automatikisht në OneDrive. Që do që në momentin që i ruj diçka në documents, jem të hap të punu me një vard edhe automatikisht e ruj në documents, automatikisht që kjo file sinkronizohet në cloud. Që në momentin që i hime një kompjuter tjetër, qatë file në atje e shoh edhe këto. Që me mujtë me pas sinkronizim në nështë filave.
Nuk ka diçka kjo, mush me nal, nëse don OneDrive-in. Tjetër diçka nuk ka sa i përket graphical user interface. Kjo është krejt, hajde të vazhdojmë me slide-in tjetër. Tek instalimi nuk do të hyjmë detaje se si ta bën instalimin hap pas hapi, pasi që nuk është kjo video, nuk ka të bëjë me ato, por vetëm do t'i përmeni disa gjëra të reja që kanë ardhur me Windows 10, edhe janë çdo pikat këtu. E para është upgrade ose clean install, edhe cilin account me zgjedh, Microsoft account, work account ose local account. Edhe një për përsëriti që nëse e bëni upgrade për instalon korrikit këtij viti 2015 deri për të njëjtën datë vitin nashëm, atë do ta keni pa pagesë sistemin operativ, do t'i përsërini $150. Dhe instalimin ka kompjuterat momental që i kemi ofron veç features elementare që mund me thonë është e njëjtë sikur Windows 10, që nuk ka diçka ekstra shumë për disa opsione të vogla në software që janë bën ndryshime. Besoj që deri ka vjeshta, tetor, ndoshta nëntor, kanë me fillu më prodhu pajisjet, laptopa, tableta, cilë kanë me pas hardware-in e dedikuar për Windows 10, që kanë me konë disa senzor biometrik, që kanë më ofru features sidomos për siguri që i ofron Windows 10 shi. Për instalimi kemi dy mundësi. E para është upgrade, e dyta clean install. Dallimi mes tyre dyja është upgrade deri nga sistemi operativ ekzistues, për shembull Windows 7, Windows 8, mundi me bëj instalimin, tu i ruaj këtë banat, që keni domon aplikacionet edhe data file, domon data user, domon banat e userave që janë fotografitë, muzikë, lojrat e shumë gjëra tjera. Ndërsa clean install është instalimi nga zero. Me pastru diskun, me fshit diskun komplet edhe me reinstalu prej fillimit. Cëllën nga këtu e zgjidhni varet nga jo. Veç e para funksionon për papagesë. E dyta jo, nëse instalon dytën gjithsesi do të më jap një key, si çat key do të më blej, ndryshe nuk ka mundësi. Të parën mundi me inisu nëse ju vjen me Windows Update, që edhe ju vjen, momentin që e bëni check for update, dalë që shtu, veç jo technical preview, që fotografi është pak më e vjetër, ja bëni get started edhe fillon downloadi, masi të kryet ju i lajmëron edhe mundi me bëve që upgrade. Performanca që i lyp është që i lyp edhe Windows 10, nuk ka diçka ma ndryshës sa që ka pasaj, mundi me gjithë në internet që është, vetëm procesori du me pas disa features ekstra, që zakonisht procesorat e rije kanë, njona është physical memory extensions, e cila ofron edhe 32 bit sistem operativ me përdor ma shumë se 4 GB RAM, edhe pse nështa nuk i keni 4 GB, por procesori du me përkraq atë feature për me ujtë me funksionu Windows 10. Qysh funksionojnë të dyja? Të hapim qëllëve që kom qelë sajtin, është që ki link në alt, mundi me nalë pa udhë dhe me këshur linkun me hi, shkoni ma poshtë, i keni 32 bit dhe 64 bit. Që kjo? Njona ose tjetra, downloadot file e qelë file-in, unë e kom qelë 64 bit për arsye se e kam 64 bit sistemin operativ të instalu, edhe keni dy opcione, nëse zdoni me prit me update. E para upgrade this PC now, në momentin që ja bën next, fillon downloadimi i sistemit operativ. Veç sigurona që du një pas dikon, nëse nga dikon afer 5 GB 6 kira në disk për mu bë download, ndërsa e dyta, kjo të arun një ISO file, që e zgjedh quhen, e zgjedh sistemin operativ që fare përdojnë, edhe zgjedh 32 ose 64 ose 2-at. është një mi zgjedh 2-at, vënon pak ma gjatë, pra shtu se i ka 2 sistemet operative. Në moment që e bëni next, mundi me pyet apo do me pas një USB me gjujt direkt, apo do një ISO file, dhe ma voni me 100 CD. Unë pe zgjedh ISO file, next, vetë ku po du me rujt ISO file, më shamë Windows.ISO per Windows Desktop, save, edhe fillon downloadi, edhe në momentin që fillon downloadi, truhet ISO file. Për momentin kam probleme me internet, kështu që as nuk kam e fillu. Nuk ka veç penali. Në momentin që kryhet, mundi me qenë DVD edhe me vazhdu instalimin ose edhe upgrade mundi me bo prej ISO-s. Me që është një CD nuk bëni boot ISO, edhe nuk startoni prej CD-s, por në momentin që është një CD e hapni që kjo veç ka fillu file më kryu, e hapni prej CD-s, që nëse zgaboj e kam këta, po që unë veç e kam këto të kryum imagin,
Ok, deri çelet kjo. Edhe klikoni install në sistemin operativ, e zgjidhni upgrade edhe vazhdon upgrade i njëjti opcion sikur i pari. Veç mundësinë e dytë e keni që mundi me pas edhe ISO file. Por mos harroni se zgjidhni dy sistemet operativ në dy edicione ndryshme, 32 bit dhe 64 bit, atëherë duhet me pas DVD në dual layer, me dy shtresa që mund të përkrah për arsye se file është dikon 6 giga. Edhe CD tjetër, fakt DVD, jo CD, me 6 giga nuk ka mas shumë të që i ka 4.7. Që do të thonë që të me kanë me dual layer. Përveç nëse zgjidhni një herë 32 bit, pastaj e bëni download një herë 64 bit, që nëse keni pa koleksioni CD-a ku doni edhe me rujt ato. Pjesa tjetër e instalimit është e thjesht, nuk ka diçka që është ku me di çka, domethënë që do të më mësu ku me di sa por me bë. Kompana IT Shqip kanë qit plot antar, plot jo nëse ka bëj 2 veta kanë qit çish mu instalu. Hap pas hapi me fotografi, po edhe pa i qyr fotografi veç më ndesh hapat next, që është ajo që përdoret në internet NNF, next, finish, edhe kryet instalimi. Mas instalimit, ose më mirë thonë, mas i të përfundon instalimi, ju pyet se cilin user me shfrytzu. Cilin user me shfrytzu varet për juve. Opcioni parë që ofrohet, ton kompjuteri që s'ka me kanë në join në domain është në Active Directory kompani që e përdorin, është Microsoft account, që është një account free, mundi me kriju në Hotmail ose në Outlook, ose nëse keni në një eksistus, që shjom edhe një logun këto, që kjo është Hotmail, edhe është administrator account. Kjo ta mundëson aktivizimin e OneDrive-in, i cili është një cloud, që është Dropbox ose Google Drive, edhe mundëson rujtjen e fojlave në këto. Gjithashtu mundi me bë sinkronizimin që e përmena pak ma herët të disa settings, disa konfiguraciona që e keni bërë në kompjuter, që në momentin që jeni në kompjuter tjetër me të njëjtin account, keni pas të njëjtat konfiguracione. Gjithashtu në momentin që logoni me këto ju konfigurohet edhe emaili. Ne keni vetë konfiguruar si klient që mos e pas tankuar me hin hotmail.com, me shujt userin, passwordin dhe me funksionu. Se që ke veç preparing, të veç penali, mos të lasës. Okay. Pastaj opcioni dytë është work account. Work account është thuj se një sikur me join në domain, me lidhë në domain, veç të jep një mundësi me mu lidhë në Active Directory në Azure, që ofron Microsoft, që është një cloud-based, do një sistem operativ në cloud, ku mundi me kriju një domain, edhe mundi me ndërlidh me Office 365, i cili është ofruar aplikacioni ofruar si servis, edhe pasaj mundi mu qas një internet nga cili do kompjuter, kyçeni ose sikur mu kyçë me VPN në rrjetin e ju. Edhe opcioni tretë është local account. Unë e kisha preferu çdo herë me shku me local account, fillimisht. Mundi edhe me account, po këto gjithsesi duhet me pas shasin në internet për me mujt mu autentiku. Unë e kisha propozu me shku çdo herë me local account, e krijoni, i rregulloni aplikacionin që keni nevojë, tek pastaj e bëni switch të Microsoft account. Në momentin që e bëni switch, gjitha dhonat që janë të rujtën në desktop ose file atjer, prap mesin. Edhe mundi me shfrytzu normal vetë herën tash me hini me email që kemi për shembull në që e kam fanën gashi@hotmail.com. Një mos të harroj me përmend, momentin që e bëni upgrade, ju clean install, momentin që e bëni upgrade, nëse ka problem diçka gjatë reinstalimit sistemit operativ Windows 10, nuk është nevoja mu bë me reagon që korruptohet se diçka, se automatikisht sistemi e kthen gjendjen e mëparshme që ka në sistemi operativ tjetër. Edhe nëse bëhet instalimi komplet, thuaj se ka met 99.9%, nëse kreshira diçka, veç du me prit pak kohë, ju kthen prapë sistemin operativ tjetër. Kjo ndodh të ju falendëru Windows.all folderit, i cili ruhet në diskun ku është sistemi operativ, edhe Microsofti nuk preferon me fshi këto, për disa jeni sigurt që Windows 10 që është funksional në rregull, për arsye se nëse keni Windows 10 në çfarë do kohë mundi mu kthye prapë në sistemin operativ tjetër. E keni në tek settings edhe është opcioni recovery. Non te settings app është pjesën këtu. Edhe është çto recovery. Edhe në momentin që e zgjidhni këto, kjo automatikisht ju kthen në sistemin operativ që ka qenë më herët.
edhe që të ruhet Windows Speak All folderi. Përveç nëse ju në hapësinë nuk keni, edhe shihni që është sistemi operativ në rregull, atëherë mundi me bë delete atë folderin. Që kjo është sa i përket të installing, a le të vazhdojmë me slide-in tjetër. Okej, mbërritëm të një temë shumë e rëndësishme, e cila ka të bëjë me sigurinë. Siguria në Windows 10 është e avancume, edhe është më e avancume se sa në Windowsat më herët që ka qenë 7, 8 dhe 8.1. Çdo herë sistemi operativ që ka dalë, do të qoftë nga Microsofti, që qoftë nga prodhuesi tjerë, e kanë bërë të pamundur, ne kanë bërë më të mirën e tyre për me zhvillu sigurinë deri në nivel saqë me pas një lloj mbrojtje. Për mbrojtje për sulmet që janë të njohura normal, sa që si njohin s'kan asgjë shumë e bë, diçka kurse din që ekziston. Unë i kam përmend disa pika. E para threat landscape. Në threat landscape, ekspertat e sigurisë e tregojnë atë fushën, domenin, fushëveprimin, që çdo herë evolvojnë në mundësi të ndryshme që një sulmues i jashtëm me mujt me sulmu një pajisje ose një dhjetë. E tregon çatë domenin, çatë fushëveprimin se çka mund me bë. Në kohët e mëhershme, hacking është kanë me mujt me ngrit pak veten, është mu dok ma cool, mu dok ma dikushi, ose ndoshta me marrë në informat çat ka vy ty. Ndërsa në ditët e sotme, hacking është bë biznes. Edhe personat që kanë ose grupet mund me thonë më mirë, që mirën me hacking, përfitojnë shumë atë mëdha të parave të i shfrytzu personat që janë të infektuar. Ku kompjuterat aty në persona funksionojnë si zombi, kryjnë punë caktuar që në prapavi sulmuesit me mujt me përfitu prej tyne. Threat landscape nuk përfshin veç sulmet virtuale, që ka të bëjë edhe me infektimin e kompjuterave, me shkaktu dame, jo veç sulme, gjithashtu ka të hyrjen me dhunë dhona, qaset pa autorizum, pajisje të rrjetës, pajisje lokale, gjithashtu edhe hyrje fizike, do në vjedhje që quajnë të na. Edhe qëto i përshin threat landscape, sulmet ma të njoftuna edhe ma shumë të që kanë pas efekt kohëve të fundit është social engineering. Ndoshta dikur se dim, po ta shpjegojmë e një fjali si çka është social engineering. Social engineering është me shfrytzu gabimet ose mangësitë e punëtorëve të një kompanisë. Hale për marrëm shembull që me një IT punon një femën, gjini femërore, edhe dikush e din që kontaktën të ankuan punon helpdesk, është linja e parë e supportit, flas për hakerin, edhe personat tjerë besojnë normal, se besojnë pse është femë, disa jo krejt, edhe thirrin telefon një punëtor me një pikë caktuar, edhe normal e bën zonin si të femë, se Allah, unë jam filoni, jam për IT-s, e kena pas një problem të madh në pikën e juve, a mund të më jap userin dhe passwordin, veç duam të kryjmë një punë, edhe pastaj e ndron. Edhe shfrytëzues nga mosdia japin userin e passwordin të vetë normal, se administratorit nuk e kanë, një personi që po thotë që është dikush tjetër, faktikisht nuk është. Edhe pse IT-t na për kompani e shfrytëzojnë maksimum sigurinë, të li farë lloj rregullash, të li farë lloj politikave, ekzekutimin e aplikacione ndryshme bllokojnë, lejojnë veç ato duhuna që janë, edhe lejojnë veç pej petha, pej folderave caktuar, për shembull ku janë programet e kompanive, program files, Windows, ku duhet me ekzekutu sistemi operativ. Edhe pse shfrytëzuesi e ka veç një zerk thjesht që nuk ka drejta, ai arrin mundet me arrit me to, veç me infektu me një folder ku ka useri qasi, që është profili vet, lokal, gjithashtu një folder në rrjet, në server, që në momentin që infektuot folderin në server, atëherë komplet serveri infektuot, edhe për një periudhë shumë të shkurtër gjithë kompjuterat në rrjet mundën me infektu. Çka do të thonë që duhet me pas shumë kujdes në këto raste, për persona që punojnë për kompani dhe ju bën puna me kompjutera. Pjesa tjetër është securing hardware, apo siguria në pajisje hardware. Tek siguria në hardware, hapi parë i mbrojtjes është edhe hardware, vetë hardware, ku instalohet edhe Windows 10. Normal që Windows 10 mundi me instalu edhe në pajisjet hardware-ike, në kompjutera ose laptopa dhe ma të vjetë. Por në momentin që kompjuteri përkra dy opcione, para që kjo UEFI, që është Unified Extensible Firmware Interface, edhe dyta është që kjo TPM, që është Trusted Platform.
Tash do ta spiki veç në pika të shkurta se ma vonë do flasim për secilin me tu pak më detaje. UEFI muna me thonë që është një zëvendësim i BIOS-it, që thuj se gati 30 vjet BIOS-i ka kry punën e vet, normal dihet që ka kry. UEFI e ka marrë tash punën e BIOS-it, e kryen punën e tina, por me një siguri shumë të lartë. Ndërsa TPM, që është Trusted Platform Model, është një chip hardwareik që është i vendosur në pllakë ose në një pajisje tjetër që vendosur kartela rrjetit e zonit ose kartela grafike, ku to mundën murujt informata edhe posaçërisht përdoren për enkriptim. Nëse diskun e enkripton kompjuterit, momentin që starton, do flas pak më vonë për to, e kërkon user ose një PIN ose një diçka që aki certifikat, një kartelë ose fingerprint ose diçka për mujt me startu. Pa pas që ato, nëse kompjuteri veç është enkriptuar në disk, atë nuk ka shumë ta lyp, atë saj nuk mund të lexu. Kjo është ndama spritina, nuk është enkriptuar, kjo nuk është enkriptuar që mos mund të lexu, po është enkriptuar në atë mas që i lyp shfrytëzuesit një input me dhënë, një informat me dhënë, për me mujt me startu kompjuteri. Që është securing hardware, që do mund që Windows 10 që e përdor dhe hardware-in, që e ka pllakën ose pjesë tjera hardwareike, por me mujt me po arrit sigurinë maksimale. Pjesa tjetër është securing boot process. Tek securing boot process, çdo herë malware, domthonë aplikacioni të keq dashse, tentoj me insertu, domthonë me vendos ose me shti vetveten në procesin e startimit, domthonë boot process, kur ngritet dhe kompjuteri. Që gjatë startimit të kompjuterit të mundën me kon aktiv ato para se mu aktivizu antivirusat ose antimalwareat, edhe mujt me bën një modifikim ose një ndryshim diçka që mujt mu mshef prej antivirus. Domethënë me momentin që është i aktivizuar antivirusi, atëherë nuk mundet mu startu virusi, malware. Po këto në boot proces arrin me ekzekutu vetëm para se me startu boot proces, domethënë para se me startu komplet kompjuteri, edhe me startu serviset antivirusit. Çto ndryshe njihen çto malicious code, domethënë kodet keq dashur njihen edhe si rootkit ose bootkit. Mundësia me amire këtyne është me ndalu këto para se më ekzekutu, se sa me provu me fshi deri kur mas një kohë që kur t'i shënë që thojnë raj, edhe të është veç aktiv në kompjuter. Gjatë që një boot procesi spjegohen 4 hapa. E para secure boot UEFI, që do të prevents running an unknown OS loader. Që kjo OS loader, me ujtë me kuptu ma thjesht, dena normal që është ndodhë gjithë, aktivizimin e sistemit operative bojnë me Windows Loader, vetë emni ka Windows Loader, që ka bën aplikacioni shkon e ndryshon qëta, e bën një loader virtual, me një certifikat false, edhe në momentin që sistemi operativ fillon me startu, ai nuk e lexon BIOS-in aktual, po e lexon që atë OS Loader, që atë BIOS, një komplet BIOS-in për informatën që janë BIOS për me startu sistemi operativ, po e lexon që atë OS Loader, edhe Windows-i menon që ajo është i aktivizuar, prapa vi faktikisht nuk është i aktivizuar. Çka ndodh me UEFI, që e përmena më herët që e ka ndruar BIOS-in? Kjo çka bën? E mbron me ndryshimin e saj në Windows Loader, no? Nuk lejon me vendos diçka tjetër, por derisa nuk është i bëm sign, nuk është i nënshkruar me një certifikat digjitale. Që është hapi i parë. Tek hapi i dytë, që kjo ELAM, që është Early Launch Anti-Malware, no? Anti-malware i startum në hapat e parë të startimit kompjuterit. Që përmena jo me startu masit të starton sistemi operativ, po në fillim. Kjo mundëson momentin që i mërin, zbuto që kje pjesë e parë, që është booting, halo pa dal, pa fillu më startu Windows-i, automatikisht aktivizohet anti-malware, që përdoret Windows Defender, dhe ta përmeni ma vonë se çfarë features të mira ka kë. Aktivizohet Windows Defender, të e përdorë qëto ELAM, se e për krah, edhe kjo të ju falendru që të opcioni 3 arkitekturës UEFI, jo BIOS për UEFI, mundet me skenu boot procesin, mos ka na i kod të insertum të cilin nuk duhet me kanë. Ndërsa pjesa tjetër, hapi tret, që kjo qëto, të e përdorë TPM, arrin me këqyrë se a është integriteti i shënimeve, qoftë veç coding, qoftë certifikat, qoftë shumë sene tjera, a është integritetin rregull. Integritetin rregull në kuptojmë që a është modifiku gjatë kohës prej kur ka startu deri në qatë momenti ku kontrollohet. Edhe hapi i fundit e tregon se sistemi operativ a ka startu në rregull ajo, tu e shfrytzu një verifikues
remote, do të jashtëm, që ndryshe njihet edhe attestation service, e kontrollon se është në rregull edhe ja kthen sistemin operativ. Ja kthen informatë që është në rregull ose nuk është në rregull. Kjo është securing boot process. Me një fjalë, Windows 10 e shfrytëzon teknologjinë e UEFI, tu e përdor Windows Defender, që e përkra ELAM, Early Launch Anti-Malware, e skenon para se me startu sistemi operativ, para se me mujt mu ekzekutu kodi, që është ma let me ndalu ekzekutimin e kodit, se sa me mujt me fshi ose me pastru masit ekzekutohet. Se nuk e din e kod që ka mundet me ba. Që kjo është sa është securing boot process, që kjo fotografia. Pjesa tjetër është device guard. Kjo device guard na mundëson që pe marrë shembull që një sulmues ka arrit me marrë me take ownership të kernelin, me hakirat kernelin. Tu e falendëruar kësaj feature 3 që ofron Windows 10 që quhet device guard. Sulmuesi edhe nëse ka arrit me marrë në funksion këto, edhe ka arrit me vendos kod në to, që hare po thojmë e ka kalu securing boot process dhe ka arrit me vendos diçka në to, tu i bazu në këtë feature device guard, ai edhe pse ka vendos kod nuk mundet me ekzekutu ato. Kjo mbrohet nga nëse ka bëjë Windows Code Integrity Service është. Që e kontrollon integritetin e informatave. Nëse një për marrëm që shkip teksti kështu, është i bom saj me një certifikate, ka një hash code qëtu, qatë key. Nëse Windows Code Integrity Service e kontrollon, ja gjeneron ma thjesht me thonë se nuk funksionon kështu po ishme kuptu logikën, ja gjeneron hashin qëti tekstit, nëse qaj hash nuk është i njëjt me qëta, të e përdur një certifikat që së mund të pas kërkus qasje për pos hardware-it, atëre shet që kjo ka prish integriteti edhe qëtë poshtë. Ma mirë thonë nuk e startën sistemin operativ. Që kjo është device guard. E mbron boot processin, edhe nëse arrin dikush me vendos kod mrena, kjo e mbron për me mujt me mos me mujt me ekzekutu në to. Pika tjetër është encryption, që është enkriptim, në shqipën për këthy është enkriptim. Windows 10 i përdor dy teknologji, device encryption dhe BitLocker, të dyja thujse janë të njëjtë. Përveç se device encryption dhe BitLocker e përdorin default 128 bit AES encryption, ndërsa BitLocker, që është veçantë, mund të përdorin dhe AES 256 bit encryption. Roli kryesor i kësaj është enkriptimi komplet sistemet operativ, që e përmena më herët të e përdor chipin në blok, bot encrypt komplet sistemi operativ, komplet disk, me thonë, që atë disk nuk mund të me hapë kërkosh tjetër, por pos nëse është i lidhët njëjtin sistem edhe nëse TPM informata është në rregull. Edhe pse edhe kjo mund të më enkriptues, domethënë që është tankohen ok. Në momentin që starton kompjuteri, e sheh që është i enkriptuar disku, kontakton me TPM, që pjesën këto, edhe e lyp shfrytëzuesit, halo sa dalin ato shonjat, keyboard, informata tjera që dalin gjatë startimit të kompjuterit, ja lyp një PIN, një password, ose na i diçka që e shfrytëzon diçka userit që ka, që është fingerprint, retina detection, për skenim të retinës synit, kontroll të fytyrës, çaj informat kthehet mbita i dërgohet, nëse është çaja që duhet, atëherë automatikisht bëhet decrypt, por me mujt me botirat kompjuteri. Po kjo e ka një mundësi tjetër që quhet network unlock feature, mundësia për mu bë unlock përmes rrjetës, zakonisht e përdoret në servera, kur është një server me një pikë, një brand që është i ka veç 5 motor Skype edhe është larg. Momentin që e enkripton, edhe ma mirë thonë siguria fizike nuk është në rregull, çfarë do mund që mund dikush me marrë kompjuterin me hinë vjedh dhe me dal. Momentin që restartohet kompjuteri, serveri, po flas, qoftë për instalimin e update-ave, drivera ose administratori ka restartuar qendrës. Automatikisht nëse starton, e lyp informatën, e ka një timer ku mund të prit pak kohë, edhe automatikisht kontrollon në rrjet me një server të caktuar, e kthyer se është i lidhur çat rrjetin që duhet me kanë. Momentin që e sheh që është, atëherë e bën unlock vetëm dhe starton sistemin operativ. Momentin që nuk e sheh, ai bëhet lock kompjuteri. Edhe nuk mund të pas kërkues çasje, për arsye se është disku i enkriptuar. Mund të bëj format, mund të kriju particione të reja, po informatat që janë aty, normal ditë thotë më të rëndësishme janë informatat sa pajisja disku mund të kushtu 40 euro, 50 euro, ndërsa informata mund të pas milionë aty. Edhe në momentin që starton, atëherë mund të përdor pa problem. Mund të qasta dhe me punu një që unë e përpunojnë këto.
tek securing identities, ditë sodit një user mundet me kanë infektuar, ose që dhe sulmuesi më marr pasportin, ose mundet me këshyr dikush për pashpinës. Në të shu pasportin, shkan qef shqiptar një ngulit syt, e she edhe mundet me marr pasportin. Edhe normal që me qatë pasport ai mundet me pas qasjen qatë kompjuter, edhe me pas qasjen komplet e rjetën. Normal si user i thjesht, me pas edhe pajisje tjera të rjetës. Gjithashtu një sulmues mundet me infektu një kompjuter edhe me marrë një që shuhen user access token, një token një shifër e gjatë e numrave shkronja, si kur të autentikohet useri gjenerohet një token, edhe në momentin që do më pas qasje në folder ose në pjesë caktuar e dërgon vetë çat token ose si lloj qelsi, si lloj kodi. Në momentin që arrin me marrë aq ato, ai nuk arrit, kjo është nëse nuk është fizik sulmuesi. Ai nuk arrit me marrë userin me pasportin, askur s'ka mujt me marrë, askur nuk e ka ditë. Po i mjafton që ajo shtu e shfrytëzuar një sulm ose një teknik që quhet pass the hash, mund të më shfrytëzuar që ato me pas qasje ku pas kohën sistem. Masi mundet me marrë që ato, mundet me prit ose me aktivizu sulme tjera për mujt me mbledh tokena dhe tjerë. Access tokens edhe tjerë. Windows 10 e ka një feature, një service, që quhet Next Generation Credentials, i cili e ndalon qëto, për arsye se ato tokena nuk ruhen në memorie, në pjesën ku mundet me lexuar dikush, po ruhen me një pjesë që quhet Virtual Secure Mode, që e përdor Hyper-V për maqina virtuale, mos me pas integritet prej maqinës fizike në maqinë virtuale. Shohim që nuk po dija. Nuk po dija shka pana ju. Qështu logona në kësi, për arsye se ku më aktivizu Microsoft account. Ok, tash është një. Computer management. Edhe Microsofti nuk e rekomandon më marrë me këtë servis, on me mujt që me dash me rekonfiguru. Si duket nuk është instaluar për arsye se s'kam pajisje për autentikim tjetër. Për momentin që ka pas diçka për fingerprint ose në kamerë me infrared që ma detekton retinën e synit ose face detection me ta njoh fytyrën që mund të më autentiku, atëherë çdosh me kanë edhe çaj servis, i cili e bën sigurimin në një nivel tjetër. Që edhe në momentin që e ki çat pajisje, edhe mund të ta marrë një access token, që mund të më shfrytëzoj ato për më pas qasje. Para në momentin që starto kompjuterin, nëse është encrypted normal, nuk mundet me startu, edhe pse ka qasje, po më ne ka tokenin, nuk mundet me startu për arsye se i hyn edhe informat për userit. Që do të thonë që sulmuesi do të me ditë passwordin, do të diçka me ditë edhe diçka me pas. Useri ka shfrytëzuesi ka dyja. Ka passwordin edhe ka diçka që ka që do të thonë fytyrën me vetë ose fingerprint gishtat me vetë ose diçka tjetër. Sulmuesi nuk i ka, edhe për çta nuk arrin me pas sulmën të. Edhe pjesa e fundit është blocking malware. Kjo kanë qenë në funksion për disa vite, që të imbrojë sistemet operative për shumë vite me radhë për Windows 7, Windows 8, Windows 8.1. Edhe Windows 10 ka dy mundësi, dy feature, e cilat mundësojnë ku bojnë protect dhe të mbrojnë, mos mu ekzekutu exploita, që me përdor buffer overflow për shembull të memorisë, për mujt me pas qasjen një particion, një adresë memorisë ku nuk do të me pas qasje. E para është ASLR, që është shkurtesë për Address Space Layout Randomization. Kjo çka bën, informata që ruhen në memorie, sistemi operativ që i përdor, në sulmues mundohet me pas qasjen që ato informata.
Edhe masi kjo përdoret për randomization, informata që i runë nuk i runë të njëjtën adresë gjithë, po bën lëvizje për njëra tjetrës, sulmuesi nuk mundet me ditë se në cilën memorie, në pjesë memorie, në cilën pjesë memorie mundet me shkruajt që me mujt mu ekzekutu çajo. Edhe pjesa tjetër është DEP, Data Execution Prevention. Kjo ka qenë qysh prej kohës fillimit vitit të Microsoftit që nëse s'ka bëj Windows NT ka qenë e para se Windows 2000 që nuk e di cila ka qenë në përdorim. Por në këtë Windows 10, ma mirë me thonë kjo është kam përdor në Windows 8.1 që e ka përdor një feature NX, Never Execute, për ato edhe përmena të instalimi që duhet procesori mi përkra disa features për nuk të mu instalu edhe 8.1 edhe Windows 10. Momentin që është ajo NX, Never Execute, CPU-ja që e ka, edhe pse procesori i cakton disa pjesë në memorie, ku mundën muru informata, po asë njëherë mos mu ekzekutu. Kun që ato pjesë mund të pasë dhe shfrytëzuesi qasje, njëtën ku mund të pasë dhe sulmuesi, a i mund të vendosë këtë sa dënë të, po ato nuk ekzekutohen asë njëherë. Ruhen me që informata, që ekzekutimi mirët prej sajna, kontrollohet, a është në regull ajo, edhe tek ma ne ekzekutohet. Edhe, që po të blocking malware, është edhe Windows Defender, që është si evolucion i Windows, kjo Microsoft Security Essentials, e cila mundëson mbrojtjen e gjithë malware-a, gjithë virusa, është shumë mire rregulluar me Windows 10 kundër krahasim ato tjera. Gjithashtu e përdor çat teknologjin ELAM, që përmena, që starton jo antivirusi si aplikacion, jo GUI, po starton veç engine para se me startu sistemi operativ, i cili e kontrollon boot procesi, mos ka ndonjë insert kodi që nuk duhet me kon. Edhe nëse nuk ka e lën me vazhdu botirimin normal, ndërsa kur starton kompjuteri, ajo starton që kanë startuar edhe më herët. Edhe pjesa e fundit është Smart Screen, edhe ndryshe tjetra Phishing Protection. Smart Screen dhe Phishing Protection që mundsojnë me kontrollu kodin ose aplikacionin i cili ekzekutohet nga shfrytëzuesi, edhe nuk e lën mu ekzekutu pjesën komplet që me dalë shfrytëzuesit instalime se diçka, derisa të bën kontrollin e tina, por me mujt me rujt nga sulmet që nga kodet që janë të insertuar me një exe që TMS i legjitime dhe mush bendon që e kemë marrë prej nej burimit sigurt, a faktikisht burim sigurt e ka qenë dikush tjetër me prapavit keqe, ku ka insertuar një kod që në momentin që instalohet me mujt edhe mu ekzekutu një virus ose mu bo download një file të caktuar. Kjo e kontrollon, edhe nëse gjen diçka nuk e lën me ekzekutu. Këtu konfigurime mundi me bë edhe në group policy. E para nëse gjen diçka e ndalon, edhe e dyta edhe mos harrim me kontrollin e bën prej një listë të Microsoftit i cili që quhet Microsoft Application Reputation Database, ku ka informata për shumë prodhuesa, mirë thon, caktuar, që në momentin që është kodi valid, që ekzekutohet kodi, edhe e kontrollon certifikatën në rregull ajo, e kontrollon çat listë. Nëse është mirë të lën me ekzekutu, nëse jo, po është në blacklist, në çat listën po është në blacklist, jo në ato allow list, atëherë ta bllokon. Po nëse nuk është në listë hiç, është diçka e ri që halo Microsofti s'ka mri me bë update ato, atëherë ta bllokon po të lajmëron. E këtë blokad mundi me ndru në group policy. Nga që kjo pjesë, nga që kjo slide po shihet që siguria në Windows 10 është mjaft e lartë në krahasim me sistemet operative tjetra. Normal, 8.1 ka thujse të njëjtë, edhe pse Windows 10 ka ekstra sene. Siguria mjaft e lartë, po prap është mundësia të social engineering. Sa do me arrit sigurit lartë, prap nëse shfrytëzuesi është i pakujdesshëm, mund me arrit deri të infektimi, vjedhja të dhonave, edhe infektimi komplet rrjetës së kompani, ose marrja në kontroll e rrjetës në një kompani të caktuar. Kjo është sa i përket security, a vazhdojmë në pjesën tjetër.